Të martën u vugur themeli për ndërtimin e depos së re qendrore ku planifikohet të ruhen barnat. Në zonën industriale në Prishtinë erdhi edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti dhe ministri në dorëheqje i shëndetësisë Arben Vitia. Sipas Kurtit, ky projekt do t'i jap fund ruajtjes së barnave në ambiente jo të sigurta. Që nga privatizimi i Farmedit në vitin 2005, barnat në Kosovë janë mbajtur, se s'po mund të them janë ruajtur, në ambientet pasigurta, të papërshtatshme me lagështi, rrjedhje dhe ujë. Ky objekt në fushë Kosovë është pranë Komisionit Qendror Zgjedhor dhe gjithashtu këtu do të ruhen barnat sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Ndërsa Vitia tregoi se depoja do të ketë kushte për ruajtje të barnave, por edhe sisteme të lehtë menaxhimit të tyre. Po ndërtohet një depo e re qendrore, e cila do të jetë depo moderne, përveç kushteve teknike të cilat do t'i plotësoj, do të jenë të instaluara edhe sisteme të ndryshme digitale që do të mundsojnë përveç ruajtjes së barnave edhe menaxhimin e distribuimin sa më të mirë të tyre. Kostoja e projektit që pritet të përfundojë për 6 muaj ka vlerën e rreth 1.770.000 euro.